teleshikues, ajo që sa vëndojit është një gjë shumë e rrallë, është një lautare zonjë. Lumturie Nonaj, mirë mbrëma, mirë se ka ardhur Lumturie. Mirë mbrëma, mirë se u gjeta. Njëkohësisht kam Vaso Tolën, kompozitor dhe një ndër kontribusit e studimit të muzikës dhe të të folklorit shqiptar. Mirë mbrëma, mirë se ka ardhur. Lahuta është listuar në pasurit e UNESCO-s, pasurit jo materiale të UNESCO-s, bëhet fjalë për një prej arritjeve të rëndësishme të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve. Do mundohemi të fokusohemi tek lahuta, unë nuk e di Lumturie, ka lautare tjetër grua? Po, sot për sot në veri, apo në gjithë Shqipnia, po thuaj se edhe në botë të po shoh lahutare që po konkurrojnë me mua dhe që po vehen për krah me rapsodët. Jepini një duartrokitje Lumturies, është e vetmja grua që vazhdon të jetë rapsode aktualisht. Sa vjet ke që i bie lahutës? Unë lahutës kam filluar me ra në 12 vjeçe, por që jam në karrige në konkurrim bashkë me lahutarët, me rapsodët e vjetër, kam 24 vite. 24 vjet, që 12 vjet që ke rënë, 24 vjet jenë konkurrim me ta. E ke lahutën tënde atë? Në 2004 kam marrë, domethënë, çmimin e parë në Lezhë dhe në Gjirokastër për mrena e mujt. Domethënë, asnjëherë s'jam dashur çmimet e para, nuk më intereson çmimi i parë, por vlerësimi i publikut dhe jurisë dhe i gjithë shqiptarisë. Patjetër ai e madh. Kjo është lahuta. Dhe vlerësimi jam është që unë trashëgoj këtë lahutë. E trashëgon? Ku e ke gjetë lahutën? Lahuta është e familjes Nonaj, është ka bë axha i babs. Unë jam besa. Sa vjeçare është? Kjo është 1300 vjeçare. 300 vjeçare? Unë jam mbesa e të mallit Gjok Nonaj, legendarit lahutës. 300 vjeçare. Të cilën e njohin pothuajse gjithë shqiptaria kudo në botë. Shish çfarë historie e jashtëzakonshme. Po pse quhet Zana e Maleve? Sepse këtë titull kam marrën në takimin e dy botëve me drejtoresh Ilda Maren, të cilën e përshëndes, sepse unë po merrja pjesë disa vite rresht në takimin e dy botëve, unë përfaqësoja Shqipërinë dhe një shtet tjetër në konkurrim me mua. Në fakt, e di, ti më impresionove mënyrën si re lahutës, po ti nuk e di që edhe unë për pak do isha bërë lahutar. Në Vermosh, me Nosh Naçaj, një lautar që më impresionet dhe me historitë që tregon dhe për Vermoshi, nuk e di nëse regjia ka gati, ta tregoj pak, është një video e 5 viteve më parë, në të cilën Noshin direkt. Është një video e 5 viteve më parë, Noshin flisë. Dhe erdhën aty ata punëtor. A kemi pjesën kur mëson lahutën? Ky ishte pjesën kur i bie lahutës, lutem. Shive, ngrija zërin. Jo, nën tjetër. Se nuk është në formë e violinës. Ha. Lumturie si dukem? Në fazat e para, po thuaj se gishtave po i bjen bukur edhe harkun po i man shumë bukur. Edhe unë që s'kam vesh muzike fare, po duk shumë e bukur, edhe Noshi kishte nuk e di një jetë që mere, kjo është në Vermosh një krajinat më të bukurat Shqipërisë, mos asnjëherë mos përtoni ta vizitoni 3 orë nga Tirana, është nëse kushtet e motit janë normale, ja 3 orë e gjys, do shkoni një botë tjetër ku gjelbrimi dhe natyra janë fantastike, por edhe ku folklori është spektakolar. Lumturie do kthehem prapë të pyes, po të kaloj pak te profesori. Profesor, çfarë ishte përcaktimi që lahuta u listua në pasuritë e UNESCO-s jo materiale? E para është fakti që lahuta është një instrument i cili të hap një derë drejt një trashëgimie të madhe të njerëzimit që është eposi heroik. Po. Dhe eposi heroik i popullit shqiptar i kënduar me lahut, i krijuar me lahut, i përcjell me lahut, është një ndër 7-8 eposet kryesore të Europës. 7-8 eposet kryesore të Europës. Po, dhe më të vjetër në vjetërsi? Ndër më të vjetrit, duke përfshirë këtu eposet omerike, që njihen, që lidhen me Omerin, pa diskutim eposet që lidhen me këngën e Rolandit, që është eposi kryesor francez, është eposi Diogenis Akritas i Grekëve, që është rreth shekullit të 10,
për të vazhduar pastaj me eposet nordike, Nibelungët dhe Kalevalën, dhe pa diskutim eposi ynë me dy... Pra ne jemi në një nivel me Nibelungët, me këngët e Rolandit dhe me eposet omerike. Në të njëjtin nivel, dhe kjo është përgjigja, do thoja, e pyetjes suaj, sepse në këtë rast nuk regjistroi thjesht Shqipëria një trashëgimi të vetën, por bota na njohu një trashëgimi të madhe të Europës që ruaj dhe është transmetuar për shqiptarëve. Kjo është e jashtëzakonshme, por si instrument muzikor, është i ngjashëm me një instrument në një vendi tjetër? Atëre. Apo është unik? Atëre. I ngjashëm mund të jetë, po them është identik se. Do me thënë, çështja e instrumentit lautës, ka një debat të madh muzikologjik, pasi instrumentet e këtij lloji, pra instrumentet me hark, janë instrumente relativisht më të vonë në krahasim me instrumentet me pickim. Nuk e di, pra kitara, lira e gjithë të gjërat e tjera. Por ajo që e bën unik instrumentin, sepse do të ishte një qasje e gabuar në rast se do merreshim me faktin që sa i vjetër ose sa i origjinal është ky instrument. Origjinal dhe të vjetër këtë instrument... Ne kemi folklorin. Eksakt, e bën gjua shqipe, e bën qasja e rapsodëve, dhe këtu duhet të hap një... Patjetër, se këtë e kam bërë edhe unë që thonë, ne kemi eposin, ai është instrumenti për ta mbajtur gjallë dhe për ta shpërndar eposin, nuk është thelbi, nuk është lahuta me vetë. Eksakt, dhe thelbi i thelbeve është figura e rapsodit. Figura e rapsodit, sepse, ja për çfarë arsye, sepse figura e rapsodit që për fat sot gjendet me originalitet në Shqipëri, në Kosovë, sigurisht ku eposi është edhe lautarët janë, le të themi, në një gjendje jashtëzakonisht të mirë, sepse aty janë të mirë, sepse kultivohet ende. Ne jemi në një fazë që shqyqyr që u ka... Kemi pas një lloj tranzicioni, po ka rikthim. Kam bërë që ka rikthim. Po ka rikthim, edhe kjo do të shërbejë mbi të gjitha transmetimit dhe rikthimit të këtyre, dhe pse figura e rapsodit? Sepse njerëzit sot janë çmësuar pak me figurat të tilla, të cilat në thelb janë figura mitologjike, pasi brenda një personi të vetëm, është ai krijuesi ideal, i cili është në gjendje të bëj vargje. Këtë desha të pyes, lautari thjesht interpreton këngët që ka mësuar apo edhe improvizon? Jo, të vetat. Të vetat. Shumica të vetat. Kuptohet, ka disa modele, le të quajmë parafabrikate. Po themi kolonat kryesore. Kolonat kryesore dhe pastaj lautari e ka të vetën. Lautari e ka të vetën, sepse i kalon një aparat të brendshëm që lidhet edhe për shkak të shoqërimit me laut, e cila është një gjë, hap një ekuacion të papar shoqërimi i lautës me vargjet që ke ndërmend. Dhe prandaj po ta vini drejt gjatë interpretimit të lumturisë, krijoheshin disa pauza, sepse është momenti që do rikapësh vargjet të cilat do t'i këndoshe. Nuk është e thjeshtë, është tjetër gjë të tregosh. Lumturia ti e di përmendsh vargjet apo i krijon në moment? Unë për momentin sapo erdha rrugës të sajova disa vargje, por që ta po i them mbrapën. I sajove rrugës duke ardhur këtu. Po kështu duhet, rapsodi i vërtet duhet të vazhdoj të krijojë, se po arriti që të riprodhoj të gjitha gjëra nuk është më rapsod. A mi thua pak vargjet? Në Shqipni, të mirë se gjeta, unë të solla 2 buqeta. Jo me lule, por me vlera, njara lavda, tjetra gjubleta. Në të sot kretnohet Shqipnia, ju përshnet të tanëve lumturia. Po të qeke edhe poete përveç se interpretuse. Pra ky është një miksim i poezis, krijimit poetik me atë muzikor. Dhe jo vetëm aq, por dhe ritmi duhet jetë, edhe poezia duhet jetë me ritmikën e muzikës. Absolutisht. Edhe kjo hap një nga çështjet më të... Pasot falenderoj se këtë nuk i kisha ditur asnjë. Po patjetër. Supozoj që kam një uri për. Patjetër. Për shkak kur ju pash me laut aty, me thënë drejtë nuk zova që e prekët si instrument. Edhe vërtet mund të jeni pak fillestar në çështjen e lautës, po ju me këtë histori jete që keni boll historira legjendare për të treguar. Do të thënë lumturia e ti i bën gjërat i thur vargjet gjatë kohës dhe përshtat me muzikën e lahutës. Unë asnjëherë çdo lahutar mund të ketë vetëm një melodi me lahut me këngën e vet, po me çdo këngë që kënojnë. Kurse unë i përshtatem e shoh se kënga që krijoj nuk i përshtatet asaj melodi, për shembull kësaj që kënova tani, dhe unë në i këngë melodi tjera. Do të thonë kam disa melodi të ndryshme, deri 15 melodi. Por kam arrit edhe që të bëj këngë popullore me lahut, të shoqënoj edhe me sister. E plus lahutës që mbajnë dorë
unë zotëroj dhe 25 instrumentat e tjerë. 25 instrumenta? Po, cilat... I bje ti vetë 25 instrumenta? Po, kam kënë të Top Channel, Po, edhe? me 23-24, po kam ba edhe 2 tjera. 25 instrumenta? Po, bashkë me Po, ne do të alemi ditë do më vishë në studio me 25 instrumenta. Pa tjetër, edhe lahutën... Ose vi unë atje ku jeti, ku i ke instrumentat, se është dhe më e bukur. Kam kryu edhe lahutën teme personale, dhe me thanë, është e formës kësajna, por është ma e madhe, e kam ba lahut, kja është e paj segër, kja është ma originalja e lahut që eksiston, është paja eger kjo, dhe lahuta është gjoknunaj, kurse të tjiret janë lahuta, po thuj se, si kur, me thanë, në të nërëshme, jo originale, janë prej manit, janë prej qeshiet. Prej drujnëve tjerë që nuk janë me drujnë original që bëhet. Janë prej arre, kurse originalja është kjo që unë mbaj dhe ruaj dhe trashigoj. Edhe që nga e mrekullueshme. Vaso, ishte shumë e vështirë përfshirja e lahutës në pasurin jo materialet UNESCO-s? Ishte vështirë pasi ne synuam atë kandidimin në dukurit në rrezik. Pra, përveç se... Fenomene që po shduken... Që ka nevoj për mbrojtje, jo që po shduken. Ka nevoj për mbrojtje dhe pikërisht kjo kishte një aspekt të dy fishte. Para njerë një sinceritet në raport me institucionin, me popullin, sepse nuk mundesh të aplikosh për një dukuri e cila ka nevoj për mbrojtje të thuash jo, jam në regull, sepse këtu hyn dhe përgjegjësia e shtetit shqiptar, që duhet marrë masat. Dhe aspekti tjetër, nuk ishte i vështirë, po kjo dosje pati një odise. Për çfarë? Për arsye sepse ne ishim gati që në vitin 2012 për ta regjistruar. Dhe në atë vit u mendua që nga politika, sigurisht, sepse në fundi shteti shqiptar aplikon, u mendua që të kandidoj bashkë me Republikën e Kosovës, dhe në thelb është diçka e dur, sepse ajo është kulturë e përbashkët. Por çështja është që Kosova në ato momente nuk ishte antare UNESCO-s dhe nuk është. Dhe u humbëm vitet të çmuara duke pritur që të kandidimin, ndërkohë... Sepse ai është instrumenti përbashkët, do më thënë është e njëjta gjë, do më thënë, në rast se me që publiku i gjerë që na ndjek ka nevojë për sa më thjesht i themi gjërat, është kultura e veriut të lumit drin. Pra mbi lumin drin, malësit e Shqipërisë veriut është kultura e përbashkët dhe nuk mund të vësh një kufi ndarës dhe sigurisht u humbëm disa kohë dhe disa vite të vjera, por fakti është që Shqipëria në raport me numrin e popullatës dhe me kilometrat katror ka të regjistruar tashmë në UNESCO mbi 11 dukuri jo materiale dhe materiale. Kemi po i zëmë radhë. Isopolifonia. Ta zëmë radhë. Nga materialet tjerë edhe në pikpamje të vitit. Kemi parkun arkeologjik Butrintit në Butrintin, Gjirokastrën, Beratin, Vijën e Linit. Pjesën tonë, po, të liçenit të Ohrit. Vazhdojmë me Isopolifonin në 2005. Isopolifonia 5. Po, edhe ajo përfshin gjithë Shqipërinë e Jugut, siç është. Po, patjetër. Vazhdojmë me Vallja e Tropojës. Vallja e Tropojës, me Xhubletën. Xhubleta. Me Trashumancën. Ç'është Trashumanca është shtektimi baktive. Po, jo thjesht shtektimi, po gjithë rituali që lidhet me shtektimin. Kemi lahutën, kemi 2 kodikët e Beratit në kujtesën e botës, dhe priten dhe ende kandidime të tjera. Pra, janë dikute 11, le të themi, regjistrime, të cilat e bëjnë Shqipërinë një nga vendet më të pasura. Dhe elementi dytë është kjo, që një lloj kuptimi, kultura, trashëgimia kulturore shqiptare e ka mbyllur çështjen e integrimit evropian. Trashëgimia është më integruar se sa Shqipëria vetë. Është më integruar se çdo gjë tjetër. Kjo që ka perfekt. Pra dhe kjo i jep të drejtë Ismail Kadares kur thoshte që Shqipëria është europiane nga gjua, nga gjeografia dhe nga kultura. Kështu që në këtë pikpamje trashëgimia e ka bërë rolin e vet. Ajo që lind tani si detyrë dhe dëshiroj ta them në emisionin tuaj që ndihet shumë, është që strukturat e shtetit duhet i përgjigjen me ngritjen e një strukture të posaçme për të përballuar të gjithë këtë... Absolutisht, jam shumë dakord. Është e pamundur. Megjithatë, i do bërë një thirrje edhe çdo pjesëtarit të shoqërisë shqiptare, që të bëjë ç'është e mundur për të kontribuar në këtë drejtim, për ta shpërndar, për të bërë sa më për të ruajtur lahutat vjetra, xhubletat vjetra, sot është kthyer në një trend. Domethënë, sepse shpesh herë ne na kanë humbur dhe kot gjërat. Patjetër, dhe ndërkohë, duke ardhur tek fakti që pse kjo dukuri ka nevojë për mbrojtje, sigurisht thelbi është transmetimi. Duhet që lumturia të ketë këtu një rresht, një klasë vendëzënës, ashtu siç ka Kosova sot,
shkolla të mësimit lahutës. Unë e kam ftuar lumturien me të gjithë instrumentat që zotron, me të gjithë klasën që mund të ketë, i shkoj unë ku të doj lumturia, edhe po se erdhi këtu në klan, sepse qënë ka një pasurim vete. Po është, aspekti tjetër është, duhet që mjeshtëria e prodhimit të lahutave, do më thënë, shteti shqiptar, Bledi ju e dini, keni një pamje të gjerë për mënyrën se si funksionon shteti, nuk e ka absolutisht asnjë gjë që të financoj ata pak mjeshtra të prodhimit të lahutave, që lahutat pastaj të shpërndahen si instrumente primare, të paktën në shkollat 9 vjeçare në zonat e veriut. Në zonat e veriut që ta kenë instrument kryesor të mësimit dhe të edukimit në shkolla. Sigurisht dhe Akademia e Shkencave, ku unë i përkas, po bëm punën e saj që arkivat, studimet të fokusohen akoma më mirë në këto edukurie dhe sidomos në botime në gjuhët e Europës. Adere, Vaso, unë ju falenderoj shumë, shpresoj që edhe për diskutimet tjera, bisedat tjera që lidhen me këto, unë kam gjithmonë një pjesë të emisionit që duhet e kushtoj edhe atyre gjërave që nuk kanë vëmendjen masive, se nuk janë përditshmëria, nuk janë ndoshta politika e përditshme, nuk janë ushqimi i përditshëm, por që janë në një farë mënyre rezervuari ose thesari identitetit ton kombëtar. Unë do doja ta mbyllja edhe me një interpretim tjetër të lumturijes, do ta mbyllim bashkë me këtë. Nuk do them unë natë e mirë, kur t'ulesh ti harkun e lahutës, regjizori do ta mbyllë emisionin. Para se ta filloj edhe melodin, se kjo i përket lahutës, desha të them që unë tani në dhëtor, më dha vitin 2025, inshallah vjen viti 2026 me trashëgime, brezash, dhe me thonë që lahutën edhe gjubletin të trashëgoj brezave sa më të vegjel, unë kam thonë prej të klasa e parë, aty më pëlqen e ma përpjet, por vitin 2025 unë e më dha për mrekulli. Mora 3 çmime, çmimi më i madh ishte princia e lahutës. Princesha e lahutës? Princia e lahutës. Lahuta u ba princia jo në UNESCO, unë bana prince e lahutës. Bledi, vetëm një gjë, mos rrezikoher tjetër kur të kesh një lahutar klasik, sepse lumturia është në pjesën e lahutarëve që po e ndesh në proces, që të thuash që po e mbyll me ju emisionin, sepse një lahutar normal për të përfunduar një rapsodi skënduar do minimumi 3 orë. Kështu që 3 orë? 3 orë, minimumi. Se bëhet fjalë bën mbi 1500-2000 vargje të kënduar. 2000 vargje? Që duhet ta mbaroj historinë të plotë. Po 2000 vargje do më thënë të improvizuar. I këndon në mënyrë të vazhdueshme. Edhe kur të më thirrësh rrollën tjetër, do t'ja filloj këngë kreshnike, këngë trimnijet, këngë dashnijet edhe balada. E di çka e naknoj këngë dashnie. Na merri këngë dashnie. Po shumë mirë. Po, se kreshnikët i kemi që i kemi. Le që kemi dhe këta kreshnikët e tjerë, më mirë të dashnia.
Faleminderit.